Hetuesi shqiptar Eduard Kaloshi ka diplomuar këtë muaj në Akademinë Kombëtare të FBRI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një institucion i njohur botërisht për trajnimin e strukturave të zbatimit të ligjit. Kaloshi ka përfunduar me sukses programin e specializuar duke marrë njohuri dhe aftësi të avancuara në teknikat hetimore dhe inteligjencën operative. Diplomimi i tij është bërë publik nga Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila theksoi se kjo arritje përbën një shembull të bashkëpunimit të vazhdueshëm me Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas ambasadës, oficerët shqiptar që përfshihen në këto programe elitare janë ndër më të përkushtuarit dhe përvoja e fituar do të aplikohet drejt për drejt në hetimet që zhvillon SPA. Ekspertiza e Kaloshit pritet të fuqizojë më tej kapacitetet hetimore të institucionit duke sjellë teknika dhe standarde ndërkombëtare në hetimin e veprave të korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend. Ky diplomim shihet si një vlerë shtuar për SPAK dhe një sinjal i qartë për përpjekjet e Shqipërisë për të përmirësuar sistemin e drejtësisë dhe për të ndjekur modelin e institucioneve më të avancuara ligjzbatuese në botë.